Një shpërtim i dyshuar me lëndë plasëse ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin e Beratit. Ngjarja është shënuar rreth orës 4 në lagjen Çlirim, në derën e lokalit në pronësi të shtetasit Salih Fetiu. Fatmirësisht nga shpërtimi nuk ka të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Lokali ka qenë i mbyllur në momentin e ngjarjes, pasi familja Fetiu jeton aktualisht në Tiranë. Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për të identifikuar autorët dhe për të zbardhur motivet e sulmit. Burime pranetuesve nuk përjashtojnë pistën që ngjarja të jetë e lidhur me të kaluarën e të birit të pronarit, Aslan Fetiut. 31 vjeçari është pallur në kërkim nga policia që prej muajit mars të këtij viti, kur goditi me thikë të moshuar në një lokal në lagjen Çelepias të Beratit. Konflikti i dhunshëm dyshohet se nisi pas një debati verbal, teksa Fetiu kërkonte një person me të cilin kishte përplasje të mëhershme. Aslan Fetiu është me origjinë nga Berati, por vepron në Tiranë si administrator i kompanisë Anamark, ku aksionet zotërohen nga kompania Ekma, tregu agroushqimor në Tiranë. Ndërkohë, Anamark zotëron shumicën e kapitalit edhe në biznesin Equus Resort në zonën e Mulletit. Ndërsa hetimet për shpërtimin vijojnë, autoritetet nuk përjashtojnë një mesazh kriminal të lidhur me aktivitetin personal apo biznesor të djalit të pronarit, tashmë në kërkim.